Hansi Flick mund të largohet nga drejtimi i Barcelonës në fund të sezonit aktual. Është ky lajm i bujshëm i ABC që po bën bujë të madhe në Spanjë dhe jo vetëm. Thuhet se tekniku gjerman ndjen lodhje dhe pakënaqësi për shkak të sjelljes së disa lojtarëve, veçanërisht të Lamine Yamal. Mungesa e përqendrimit në stërvitje dhe mos respektimi i rregullave të vendosura nga stafi teknik janë ndër arsyet që kanë shtuar tensionin. Një ndër rastet që ka acaruar Flick lidhet me përdorimin e makinave elektrike të klubit nga lojtarët, megjithse ato janë të destinuara vetëm për stafin. Yamal thuhet se i përdor pa leje, pavarësisht udhëzimeve të trajnerit. Po ashtu, udhëtimi i papritur i tij në Milano pas humbjes në El Clasico dhe disa deklarata të fundit kanë krijuar pakënaqësi në klub. Thuhet se Flick i ka treguar bashkëpunorëve se po mendon të largohet në fund të sezonit aktual.